Këtë të martë ka nisur nga Durrësi plotësimi i peticionit ku kërkohet miratimi një amnistie ligjore për qytetarët që duan të dorëzojnë vullnetarisht armët pa u ndjekur penalisht. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, në qytetin mbretëtar, shoqata Gender, Paqe dhe Siguri ka organizuar një protestë paqësore në sheshin qendror të qytetit, ku bën bashkë 10 vajza dhe gra. Me pankarta në duar, ato kanë kërkuar t'i jepet fund dhunës, që është shtuar ndjeshëm vitet e fundit me pasoja fatale deri në humbjen e jetës. Fillon fushata globale për dhunën familje, që është një nga plagat e shoqërisë tonë. Por e veçanta e kësotshmja është se ne fillojmë me një peticion për mbledhjen e armëve. Një peticion e cila tashmë i ka kaluar kufit e kohës. Kemi qenë në vitin 97 që u hapën gjithë armët dhe sigurisht nuk kemi një amnisti. Është pikërisht piknisja në qytetin e Durrësit, piknisja me shoqatën Gender, Paqe, Siguri, piknisja me mbështetjen e gjithë institucioneve që na dëgjojnë për të bërë një amnisti në vitin 2026. Durrësi renditet qarku i parë në vend për rastet e dhunës në familje, ku rezultojnë 351 kërkesa për urdhra të menjëhershëm mbrojtje në periudhën janar-shtator 2025, prej të cilave 161 si vepra penale të dhunës në familje. Apeli i grave dhe vajzave që i ka mbijetuar dhunës i drejtohet në këto ditë autoriteteve. Nuk kanë drejt burrat tonë në dhunu nanën e fëmijës. Kam 12 vjet me ka pak ne nuk kam. Është vendosur drejtësi? Është vendosur, kam në avukatën, nuk ka emër ku e kam këtu. Në bravo të qofte në shtetit e në për gratë. Unë si nanë që jam dhe na jo nuk ka shumë, do më thënë sot e ka marrë atë vetën time që duhet të flasë. Nuk ka askush që të më pengoj për një diçka që e kam këtu në zemrën time. Sipas vlerësimeve aktuale, rreth 325.000 armë ilegale janë ende në duart e qytetarëve.